Në Tiranë u mblodhën arkitekt të njohur nga gjithë bota në festivalin e arkitekturës. Kryeministri Rama, duke folur në këtë ditë të shënuar për besimtarët musliman, tha se ky festival është një bajram i shpirtit. Sipas Ramës, Shqipëria tashmë prodhon më shumë arkitekturë se gjithë Europa bashk, diçka që vite më parë ishte e paimagjinueshme. Shqipëria ka pasur rritjen më të fortë të fluksit turistik edhe gjatë këtij viti, sipas raportit të Komisionit për Europën, në 3 mujorin e parë të vendit ynë rezulton i pari për rritjen e numrit të turistëve, duke lënë pas edhe vende me tradita si Greqia dhe Portugalia. Një libër i rrallë i Kuranit ruhet në xhaminë e Kalasë së Prezës, pranë Tiranës. Ai konsiderohet një pasuri e veçantë e trashëgimisë kulturore dhe fetare dhe mendohet se është një nga 3 kopje të tilla që ekzistojnë. Libri i shenjtë është prej lëkure, peshon 17 kg, ka sure të zbukuruara dhe një kaligrafi ndryshe. Kurani është dhuruar nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan për këtë xhami të veçantë 10 vite më parë. Ky Kuran peshon rreth 17 kg, është i gjatë 60 cm dhe i gjerë 42 cm. Fletët janë me përbërë lëkure. Ka po aq fletë dhe rrallë të shkruara mbi to sa në çdo libër tjetër të shenjtë të fesë islame, por përbërja e tyre është e veçantë, ndërsa kaligrafia pasqyron artin osman. 2 surat e para që janë zbukuruar. Si mas studiusët që kanë parë se ne dim pak, kështu nuk është letër, po është lëkurë. Peshon rreth 17 kg, është i veçantë, janë prodhuar pak, thuhet janë prodhuar tërë të tillë. Kaligrafia është diçka më e bukur, më e veçantë, më e larmishme. Po e ka Kurani që ka këto. Kur'an të tjerë nuk e kanë këto. Ka një model tjetër. Kurani ruhet në xhaminë e Kalasë së Prezës, rreth 20 kilometra në verilindje të Tiranës. Imami i kësaj xhamie, Kasem Hafizi, tregon se i është dhuruar nga presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan 10 vite më parë kur vizitoi xhaminë e restauruar nga agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim. Erdhi vetë bashkë me shoqen, është bërë një festë e madhe këtu në Kala, edhe na solli dhuratë këtë. Kjo dhuratë, sipas imamit 78 vjeçar që prej 33 vite shërben në këtë xhami, është e rrallë, ka pak kopje të tilla se kushtojnë shumë. Jam me dërsis kampanja Kur'an të përmasëm këtë peshë. Mi parë Kur'an të mësive të ndryshme në atë kohë. Po thuj se janë të një lloj në pamjen e jashtme. Nërsa ky jo vetëm që është më i madh, e ka peshë shumë të rëndë, po ka pamjen e ndryshme të fletëve, me masi të ndryshme shkrimi, me bukuri, me ngjyra të ndryshme, me si dizenjo të veçantë. Kurani është riprodhuar nga Fondacioni i Arteve Klasike Turke, ndërshkrimi origjinal me autor kaligrafin e njohur osman, Ahmet Karahisari, ruhet në Stamboll. Është shkruar si thosht në vitin 1697, si themi në sistemin tonë diellor, ndërsa Hënar Rumi në vitin 1107. Më shumë se 300 vjet. Libri i shenjtë i fesë islame ruhet në një ark të mbyllur me xham, përmes të cilit mund ta shohin besimtarët turistë që vizitojnë Kalan, e konsideruar nga studiuesit si tipike mesjetare, ku ndodhet dhe xhamia shekullore. Po si mas të tregimeve të parëve tanë, thuhet që kjo ka qenë kishë fillimisht. 8 metra me 5 metra ka qenë kisha e vogël në fillim. Pasi erdhën osmanët para më shumë se 500 vjetësh, shumica e prezgjanëve u kthyen në musliman, edhe kisha u kthyen në xhami. Me që u shtuan muslimanët, nuk i merrte më xhamia, u zmadhuan, u përdor muri i Kalas, u përdorën vetëm 2 mure të tjera. Edhe pranaj ka edhe 3 vende ku falet imami, se ka qenë xhamia e vogël, u zmadhuar 3 herë. Xhami së Kalasë së Prezës me vlera historike i është shtuar dhe libri i shenjtë i fesë islame i veçantë në llojin e tij. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Hapja e kutive të zgjedhjeve të 11 maj në Tiranë ka shtuar rrethet brenda së djathës. Shifrat lënë të hapur mundësinë që Partia Demokratike të marrë mandatin e 14 në kryeqytet për Ilir Ali Mehmetin, duke ja hequr mandatin partisë Agron Sheajt. Rinumërimi nuk lëviz mandate për socialistët, por gara mes kandidatëve mbetet e hapur. Blerina Gjulameti dhe Xhemal Shefalia kanë shpresë për përmbysje pas rinumërimit, duke marrë mandatet e Olta Xhaçkës dhe Orlando Rakipit. A është riçelja e votave hapja e kutisë së Pandorës? Ethet e rinumërimit të Tiranës mund të sjellin një garë në të gjitha frontet. E para, rikalkulimi i mandateve. Rinumërimi në qarkun më të madh të Shqipërisë mund të sjellë ndryshimin e një mandati. Lufta më e madhe është mes të djathës. Partia Demokratike kërkon t'i marrë mandatin Partisë Mundësia të Agron Sheajt,
kurse Partia Socialiste është më komode në ruajtjen e mandatit të 19. Diferenca është vetëm 114 vota, por shpresat e Partisë Demokratike janë tek fletët e pavlefshme. Janë 18.000 në Tiranë, nga të cilat demokratët besojnë se mbi 2.000 mund të rikuperohen të vlefshme në favor të tyre për të marrë mandatin e 14. Por ky mandat i 14 mund të hiqet Erald Kapri të mundësisë e do i shkonte doktorit të ri, Ilir Ali Mehmetit. Nuk dihet nëse tashmë në zyrën e doktorit të vjetër prevalon një mandat më shumë apo një rebel më pak në Partinë Demokratike. Ali Mehmeti tregoi se synon jo mandatin e 14, por të 13, vendin e parë të më të votuarit në kryeqytet, atë që ja mori Jorida Tabaku në fund të numërimit. Diferenca mes tyre në total është 2400 vota, por pretendime ka ngritur edhe kandidatë të tjerë. Duke nisur nga Ilir Meta i vendit të tretë, i cili është 12.000 vota larg Tabakut, apo kushëriri Elvis Roshit, e Mimoza Ajdarmataj me nga 5.000 vota, Altin Goxhaj dhe Lisandro Hoxha me rreth 2.000 vota. Por nuk duket e lehtë situata edhe në kampin socialist. Olta Xhaçka mori mandatin vetëm me 140 vota më shumë se Blerina Gjylameti, ndërsa ngar është edhe Etilda Gjonaj me 700 vota më pak. Nga burrat, Ornaldo Rakipi mori mandatin me 500 vota më shumë se Xhemal Qefalia. Precedenti i hapjes skutive të Tiranës mund të pasohet me Durrësin. Në rast të rinumërimit të Durrësit, ndryshimi i mandateve duket i vështirë, por gara është e fortë mes kandidatëve të Partisë Demokratike. Aulon Kalaja, i cili ka kontestuar rezultatin, është vetëm 1.000 vota larg ish prokurorit Arjan Doja, ndërsa pretendime ka ngritur edhe Iliriana Kuçana me 2.500 vota. Në Kukës po ashtu, gara është shumë e ngushtë në listën e Partisë Demokratike për mandatin e dytë. Pretendimin kolegj zgjedhor e ka ngritur kandidati Shkëlqim Shehu, i cili humbi mandatin ndaj Yusuf Çelajt me vetëm 60 vota nga diaspora, kurse në qarkun fqinj, Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve vendosi të hap 44 kuti për një inat Dibran brenda llojit, ndonse lista e hapur e Partisë Demokratike në Dibër u dogj, General Xhemal Gjungshi, i cili doli i dyti, kërkoi rinumërim. Pasi ish deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim, përparim Sfaiu, doli më i votuari me 120 vota më shumë. Në fund, Aziz do të ndryshojë, të dy mbeten jashtë parlamentit. Një çift bashortësh në Gost Rogozhinës u qelluan me plumba nga fqinji i tyre. Autori ishte rënduar nga zhurmat, për të cilat bënte përgjegjës fqinjët, ndaj të cilëve drejtoi armën. Dy bashortët u dërguan në spital ku janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autori plagosjes pas një harratie disa orëshe bashkë me armën e krimit u dorëzua në polici. Policia e Tiranës do të çojë të pandehur në gjyq 5 shtetas nga Kosova, të akuzuar për futjen e ilaçeve kontraband. Ata ishin arrestuar në dhjetor në Rinas, ndërsa vinin nga Turqia me 14 valixhe me medikamente që kishin destinacion Kosovën. Për të marrë drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit, deri më tani janë paraqitur 4 kandidatura. Sot është edhe afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit përballë komisionit të ngritur në prokurorinë e posaçme, që do të përzgjedh kreun e BK-s për 5 vitet e ardhshme. Deri tani janë zbuluar edhe emrat e 2 nga 4 kandidatët, mes të cilëve zëvendës drejtori aktual i BK-s, Jon Keta, si dhe ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano. Në përfundim të testimeve dhe kalimit të disa fazave, Komisioni i Përzgjedhjes në SPAK, që përbëhet nga Arben Kraj, Altin Dumani dhe Behar Dibra, do të dërgoj kandidatin fitues në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, që do të vendosë edhe emërimin. Në drejtimin e BK-s, deri më tani ka qenë Aida Hajnaj, mandati i së cilës përfundon në 31 gusht. Përfshihet nga flakët një banesë pranë zonës historike në Vlorë, dyshohet se shkak ka qenë një shkëndijë elektrike në banesë, nuk ka të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të shumta. Pak pasi flakët kanë përfshirë banesën, ishin banorët ata që kanë njoftuar me njerë shërbimin zjarfikës. Forcat zjarfikëse mbërritën në vendngjarje dhe vunën kontroll flakët për të mos rrezikuar për hapjen e tyre në banesat përreth. Por një zjarr tjetër ka përfshirë pas ditën e të premtes vend grumbullimin e mbeturinave në lagjen Driz në Fier. Flakët janë prapur shumë pranë ish azotikut për shkak të tymit që është ngritur në ajër, janë mbuluar jo vetëm banesat shumë afër fushës së mbetjeve në Mbrostar, por edhe gjithë qyteti pasi tymi toksik po përhapej gjerësisht i ndihmuar edhe nga era. Përshuarjen e flakëve po ndërhyet me botet e ujit të bashkisë dhe forcat zjarfikëse të Fierit, Patosit dhe Roskovecit. Mirë, jemi rikthyer sërish në program. Me mua në studio janë bashkuar avokati i njohur zoti Edmond Petraj. Avokat, mirëmbrëma, faleminderit që jemi me mua në studio.
Gjithashtu edhe gazetari Artur Nura. Artur, faleminderit që je drejt për drejt. Kënaqësi. Doja ta nisja bisedën, Artur, fillimisht me ty. A duhet që, le të themi, Berisha pasi humbi zgjedhjet e 11 majit të zbatoj statutin e Partisë Demokratike apo Nenin Basha, dhe nga ana tjetër apo mundohet vetë Berisha me retorikën për farsën elektorale që t'i shmanget kësaj përgjegjësie? Besoj që përgjigja mund t'ishte e thjesht fare, po sigurisht kemi të bëjmë me politike, kemi të bëjmë me arte kompromisi apo me strategji për përfitimin e figurës politike dhe rritjes elektorale. Zoti Berisha parimisht duhet t'jepte dorëheqjen sepse humbi zgjedhjet. Po institucioni i dorëheqjes në Shqipëri është institucioni munguar. Me raste krejt të veçanta ka ndodhur dhe sigurisht nuk besoj që do përsëritet. Dhe në qoftë se duhet të flasim për Berishën, në qoftë se Berisha do pranonte rezultatin e zgjedhjeve, automatikisht duhet të jepte dorëheqje nga partia, sepse është statut të cilën e ndërtoi kur rikthyen politik, pasi u largua në thonjza, mund ta themi këtë, se nuk është larguar kur sipas opinionit tim, dhe duhet të jepte dorëheqjen sot. Duke mos i pranuar zgjedhjet, formalisht sepse për mua i ka pranuar zgjedhjet, por do që t'i japi vetes një lloj karikimi politik edhe për justifikimin e mos largimit, sepse në fundit i premtoi të gjithë militantëve të tij që do ndërtonte institucionin largimit. Humbi zgjedhjet, largohu. Kjo ishte sugjerim për Bashën, që humbi zgjedhjet, Basha humbi disa zgjedhje rresht, po unë besoj që nuk është vetëm rasti i Berishës ky, ne mund të kujtojmë rastin e zotit Rama, kur humbi formalisht zgjedhjet, nuk i pranoi rezultatet, bëri gjithat betejë politike hap kutit, e mbani mend besoj, kërkoi edhe u bë dhe një bllokim i integrimit të Shqipërisë në atë periudhë për shkak të kësaj situate, dhe sot zotin Rama e kemi kryeministër dhe po të vazhdoj kjo skemë edhe një legjislaturë tjetër. Kështu që institucioni i dorëheqjes për fat keq është i munguar. Berisha e ka qartazi kënaqësinë e fitores së tij të vogël, që është fitore e rëndësishme për të, sepse tashmë kontrollon Partinë Demokratike dhe grupin parlamentar e ka nën kontroll. Mjafton të shikoni personalitetet të cilat kanë fituar të drejtën për të qenë në parlamentin e ardhshëm, nuk do të ketë asnjë zë opozitar, me përjashtime krejt modeste, cilat nuk e shqetësojnë zotin Berisha. Kështu që Berisha e ka fituar betejën e tij, do bëj gjasme në thonjza që nuk do t'i pranoj zgjedhjet, po do t'i pranoj. Por avokat, le të themi, dorëheqja e Berishës apo zbatimi i statutit të Partisë Demokratike, duke patur parasysh këtu Nenin Basha, është thjesht një detyrim moral që Berisha ka, apo ka edhe diçka ligjore që e detyron atë? Ligjore nuk ka, është vetëm thjesht morale. Statuti është evaziv, e para njërë që kemi të bëjmë me një parti me 2 kryetar akoma, njëri që, sepse nuk ka përfunduar akoma procesin. E ke fjallën për Bashën që kërkon sërish vullën. Nuk ka përfunduar akoma procesin gjykatën e lartë, janë 2 kryetar, 2 statute, dhe nuk mund të themi se mund të jemi në pikën e asaj për të cilën flitet që Berisha është kryetari për dësashëm. Shko, duhet të dishtë diçka, dhe paktën nga ajo që kemi, thënë, dhe ajo që duket, aq më tepër, historiku i një personazhi i cili ka 35 vjet në politikën shqiptare, që është një nga më të fuqishmit përsa i përket pjesës së Partisë Demokratike. Partia Demokratike fal Berishës merr aq vota. Berisha dhe pa logo të shkoj në zgjedhje, vetëm emri i tij i mbleth aq vota. Pra e tregon garanci për opozitë përhershme, Berisha. Fakti tregon që është garanci për opozitë përhershme. Që Berisha është një mit tek djatha. Po, nuk e sjell pushtet Partinë Demokratike. Po nuk jeton në Norvegji këtu, nuk jemi në Norvegji tani. Tani të flasim, jemi në Ballkan. Me zotin Berisha në krye të PD-s, Partia Demokratike nuk vjen në pushtet. Dhe një legjislaturë tjetër zotin Rama. Do ta bëjmë mbret, se po përdorim thonjza shumë. Kjo që thash unë nuk do të thotë që unë legjitimoj atë për të cilën ai duhet largohet, atë nuk e vendos unë, e vendos baza e tyre, atë që po themi ne tani është pjesë tjetër. Realisht Berisha merr 500.000 vota. Pa logo të jetë Berisha i merr 500.000 vota, i ka dhënë provat. Basha ishte pa logo, nuk mori voto. Nuk krahasohet me Bashën. Basha është një figurë krejt modeste. Dhe pjesa e largimit të Berishës tani në këto momente
Por ama Basha është sepse nuk kanë përfunduar akoma zgjedhjet. Parlamentaret 2021 arriti të merrte më shumë vota se Berisha. Ishte më unifikuar opozita atëre dhe nuk I kishim këto çarje të cilat erdhën më prapa për largimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar, I cili erdhi si pasojë e pjesës non grata, sepse ai u detyrua të dilte dhe të bënte atë me kërkesën e pam shumë mirë të Yuri Kim që I shkon në zyrë dhe I thotë që ky person duhet largohet se është non grata dhe ai e bëri atë. Dhe pësoi atë koste që pësoi, por që Partia Demokratike, edhe pse në atë kohë mori shumë vota, me fjalë ajo gaboi vetëm teknikisht. Nëse ajo do kishte bërë një joint venture me LSI-n e atërshme, ajo sot ishte në pushtet. Flasim atë që është. Pra po thoni që atëre 100 e ca mijë vota, më pak që doli atëre, doli 80.000 vota, diçka e tillë. Me fjalë ndërkohë që LSI-ja mori diku te 120.000 vota, me fjalë po qëse do kishte bërë atë bashkëpunimi me LSI-n, ai sot do të Partia Demokratike sot bashkë me LSI-n ka marrë 500.000 vota, se ishte bashkë me LSI. Me PL, domethënë. Sot nuk është të flasim ata janë shumë të qartë. Sot që flasim ata janë shumë të përçartë. Kemi një situatë krejt ndryshe, kemi një Parti Demokratike që kishte 6 muaj që kishte shpallur fitoren se ai se fitoi Trumpi se ka mendje fare te kjo. Ju shikoni dhe vetë se çfarë po ndodh me situatën. Edhe humbi Biden. Megjithatë Artur, a mendon se do ketë një le të themi një grup armiqësor brenda Berishës, siç në fakt edhe avokati Gjokutaj e ka konsideruar ndryshe nga të besuarit e tij që mund ta detyrojnë Berishën që të jap dorëheqje. Dhe një pyetje tjetër kam për ty pse Berisha gjen një moment kyç për vendin, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, për ta baltosur vendin në Bruksel apo për të kërkuar dhe nga ana tjetër bllokimin e negociatave. Qartësi do të kemi të bëjmë me armiq të brendshëm. I pari është Dash Sula, I cili I kërkoi drejt për drejt nga aula e parlamentit në seancën e fundit për të në mos gaboj, apo do ketë seancë tjetër, I kërkoi, tha që ti e ke bërë Partinë Demokratike dhe sot është momenti që ti të tërhiqesh në emër të saj, për të mos e lënë atë gjithmonë në opozitë. Unë besoj njësoj si zoti Dash Sula, unë jam opinionist, nuk jam as deputet, nuk jam as antari I partisë apo kontribuesi që është zoti Sula, po unë besoj që qasja e zotit Sula, në fakt ka qenë përgjithësisht qasja e zotit Sula një qasje e një politikani perëndimor, edhe në komunikim, edhe në zgjedhje dhe në kurajo. Është personi I parë që ja kërkoi publikisht dorëheqjen. Dhe do të ketë tjerë. Kush do jetë tjetër, do bëhet armik I klasës, në termin komunist. Do bëhet armik I partisë, sepse partia është Berisha, dhe Berisha është partia. Por mendoni se do e kenë këtë fuqi njerëz brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike që të dalin hapur kundra Berishës apo t'i kërkojnë dorëheqjen atij? Unë besoj që do të ketë njerëz, do të ketë edhe mbështetje nga jashtë Partisë Demokratike, po themi aleatët tanë strategjik, po themi të huaj që duan Shqipëria të evolojë. Se ne vdim neve gjithmonë kjo pjesa aleatëve na kanë lënë 35 vjet për të avokati, kemi zyrtare aleatë strategjik. Patjetër, kemi 35 vjet me aleatët dhe jemi akoma në kaos. Përfundon procesi zgjedhor pas 4 muajve. Tashin, qofse do flasin për anën zyrtare, është kjo që po them unë. Qofse ti nuk je dakord, mund të shkruash te Shqipëria që duan, të ndryshojnë këto gjëra. Po, kjo është ideja. Dhe unë besoj që do të ketë një mbështetje edhe nga të huajt dashamirës të Shqipërisë, sepse skema është e qartë. Me zotin Berisha, 500 apo 400.000 vota apo 300.000, Partia Demokratike mbet historikisht në opozitë. Duhet futur ne në këtë studi apo në studiet tjera kemi sugjeruar para zgjedhjeve zotit Berisha që të mos kandidojë ai për kryeministër. Po të kandidojë Ilir Ali Mehmeti dhe Jurita Tabaku. E kemi bërë para zgjedhjeve. Dhe rezultoi, besoj që gjithë janë dëshmitar, rezultoi të dy më të votuarit. Pretendojnë që janë figura karizmatike që të kandidonin ata për kryeministër. Jo, nuk e pretendoj unë, pretendojnë rezultatet e zgjedhjeve. Ai di që janë më të votuarit. Ai kanë ndjekur numërimin e votave. Të dalin më vete si doli Basha, flasin Basha sa vota marrin. Të dy më të votuarit janë ishin garë me njëri tjetrin, pra nëse zoti Berisha do kishte ndjer për kandidat kryeministër këta, që ka qenë sugjerim edhe I ndërkombëtarëve ndaj tij, po nuk I dëgjoj, ne sot do të kishim një rezultat tjetër. Dhe unë jam I bindur që edhe raporti OSBE Odirit do të ishte më kritik
ndaj zhvillimeve të brendshme. Sepse janë gjëra që bëjnë në termin popullor janë, domethënë, ti të heqësh gjobat 4 ditë përpara, formalisht, ndoshta ajo juridikisht, është një ndërhyrje drejt për drejt në rezultatin e zgjedhjeve. Megjithatë, ajo e gjobave ishte edhe në konsensus. Nuk ka shosh që ta shuajnë këtë djetë. Jo, dakord jam me ty, por ishin edhe vetë demokratët ata që e kanë miratuar. Po, së bashkë i bëjnë gjithmonë, nuk është që i bënë njëra palë. Bashkë edhe ligjin zgjedhor, që nuk është një ligj i drejtë që duhet punuar dhe po i bëhet thirrje edhe nga OSBE, ODIHR dhe nga ndërkombëtarët, sepse ky ligj i cili votën e qytetarit të hedhur për zotin Islami e çon ke zoti Petraj, nuk është i drejtë. Vota e qytetarit duhet shkojë aty ku qytetari dëshiron. Prandaj ligji duhet ndryshojë ligji elektoral dhe të kemi demokraci më funksionale. Megjithatë, sot demokracinë zgjedhje nuk kishte e para njërë sepse vota u lexua 2 herë, nuk u lexua 1 herë. 1 herë kur u lexua vota e partisë, aty do të lexojë dhe vota e kandidatit. Megjithatë, sot avokat po shohim kandidatë Partisë Demokratike që dyshojnë apo akuzojnë njëri tjetrin se kanë vjedhur votat. Shiko, të njëjtën gjë po bën dhe Majta, po vetëm janë në rreshtat, i tha i mos flisnin dhe ka. Madje edhe Meta ka dalë dhe ka thonë, apo më saktë përfaqësuesi i Partisë së Lirisë, jo hap kutit, po thotë që Berisha më ka vjedhur. Unë nuk e di këtë në një farë forme, se derisa kërkon që të hapen kutit e kavajës ku Partia Demokratike ka dalë fituese. Shiko, aty ngjerët për të parë, do të kemi ndryshime në rezultat, mendoj që zonja Gjyrameti do të avancoj në disa kuti, të cilat me do të marrë zonjës Gjaçka, domethënë. Atje se diferenca shumë e vogël dhe ngjerën për të parë të gjitha këto, por procesi do të jetë shumë i gjatë. Dhe certifikimin e bashkë kemi diskutuar edhe me zotin Balla të emisionit vetë, që ky proces do të certifikohet kur ishte koha zgjedhore, atëherë që flisim. Me fjalë, ne kemi thënë që ne kemi shprehur që ka rrezik të shkojë deri në shtator edhe në tetor të shkojë kjo problematik. Sepse nëse vazhdojmë me këtë ritëm, minimalisht 10 ditë tani duan që të lexohen kutit e Tiranës. Me 10 ditë... Deri në shtator që e përcakton kushtetuta ndërtimin e qeverisë kemi kohë. Nuk do pushojmë, ose do t'i numërojmë plazh. Ndërkohë që mund të bëjë edhe në një formë tjetër, me vetëm të bëjë numërimi direkt në qendrat e votimit dhe ishte shumë e thjeshtë. Tani mbledhin u lexua vota e partive, se këtu ka qenë ajo pjesa problematike për të cilën po flasin sot. Pas u lexua vota e partive, u rimblodhën fletet e votimit dhe u futën për kutira. Dhe u hapën pas disa... Shiko, avokat, përveç procesit zgjedhor, unë kam një pyetje të drejt për ju. A është Berisha një anti-shqiptar, pasi shumë kush, në fakt, po e përcakton të tillë, duke marrë shkas jo vetëm nga mënyra se si ai baltosi vendin e tij në Bruksel, duke kërkuar edhe bllokimin e negociatave me Bashkimin Evropian, por edhe nga ngjarjet shumë të rënda, le të themi që kanë ndodhur gjatë qeverisjes së tij. Ndaj dikush do pyeste dhe nga ana tjetër se çfarë krimesh të tjera duhet të bëj Berisha që të dënohet nga drejtësia shqiptare. Faktikisht ai reagim të cilin bëri në Bruksel para disa ditës të Parlamenti Evropian, ishte një shfaqje të cilën nuk i shkonte për shtat, nuk mund ta them këtë pjesë, por që në marrëdhëniet e tilla duke në Bruksel. Në Bruksel, fal. Dhe duke qenë se u diskutua kjo pjesë me ata 2-3 personazhe që nuk ishin ndonjë peshë specifike në Bruksel, me fjalë u pa në vendimarrje. Nuk kishin ndonjë lloj peshë specifike, por që po ta shikosh në retrospektivë dhe të kthehesh edhe prapa në të gjithë kohën, po ta shikosh reagimet dhe mënyra se si është sjell zoti Berisha me fjalë, të gjithë të bëjnë të mendosh që ky luan kundër Shqipërisë. Dhe faktikisht në momente kyçe kjo gjë për pjesë personale për të futur në pushtet dhe të dëmtoj pjesën aspiruese të një populli që ka 35 vjet që i zvarr dhe këtu vetëm ja do hym tani në Bashkimin Evropian, ja kemi dhe ca prova të reja, ja dhe kemi stabilizim asocimin, ja kemi dhe një ca kapitull të tjerë, tani po na dalin ca historira të tjera, tani del Berisha derisa ta mbarojë misionin e vet. Megjithatë, kjo është e pakonsiderueshme. Shiko, ka një gjë, shikom, Turi, NATO edhe Gërdecin dhe e kupton që ty futesh në Europë
për interesa geopolitike, si qyre NATO për interesa geopolitike dhe në Europë. E gjithë kjo marrëdhënie është pjesa asaj të cilët është gatuar në 2005, kur gjithë pjesë e grupeve, kjo është pjesë e Nanos, me fjallë. Nano e la peshqesh gjithë 4 urë që ne jemi sot. Nga 2005 jemi në 2025. Nano është në pension. Shiko, Fatos Nano ishte ai që e la peshqesh gjithë të situatë. E para njërë, po jo them shumë shpejt, kemi marrëdhënien që vetë grupi Rama, Kokdhima, Meta, Priftin Djespast, Rion Veliaj, po ashtu, bashkëpunonin Berishën për të larguar Nanon. Në atë kohë dhe erdhi Berisha në pushtet. Këta e sollën Berishën në pushtet. Me atë pjesën me logon e famshme të kopit dhe me pjesën e... Nanoik, që është bërë Rama ik. Nanoik edhe nese. Se nuk e eqim dhe kjo marrëdhënie, sepse nëse Nano do kështë bërë një hap prapa, do lejon dhe fraksionin brenda Partisë Socialiste, nuk do ishe prodhuar LSI në atë kohë, nuk do kishe riciklim të Berishës, dhe sot do ishe në Bashkimin Evropian. Kjo ndodhi për shkak se Nano dhe janë marrëdhëniet e këtyre, këta vetë kanë krijuar këtë klim që janë kjo është shkuar, po Nano u rikthye pasi zoti Meta mori një pushtet të pa kontrolluar të ekzekutivit dhe parti. Për t'i vënë edhe pjesën solli demokracinë e Katarsit. Për këtë pjesën e anti-shqiptarit, kjo pjesa. Po të shikosh marrëdhënien me Belerin, po të shikosh marrëdhënien me Greqin, po të shikosh marrëdhënien me të gjithë personazhet të cilët janë në sytë e një populli që shikohen si personazhe negativ, ky vetë bashkëpunon dhe komunikon, atëherë normalisht anti-shqiptar quhesh, çfarë quhesh në këtë pikë. Se tani një person janë atemuar, ka gris flamurin shqiptar, dënohet, e tjera, dhe tani ti vetë thua është lider, është njëri përsëmbari, është ku ai në fakt të tjerë nga pikpamja e skedinës penale është i pasër tash. Kush është i pasër? Zoti Beleri. Ai është i dënuar më. Është i pasër dhe derisa u fut në garë, është i pasër, nuk mund të hynte në garë pa qenë i pasër apo jo. A kemi dekriminalizimin? Një sekond. Se unë nuk di që ketë vendim final për ndënimin e tij. Katar është dënuar ai. Po jo, ka mbaruar apeli. Unë kam pasur në studio atë. Ka mbaruar apeli i tij, është dënuar. Po, në rregull. Beleri u dënuar në gjykatën e posaçme. Avokati e mori ai, ka marrë 2 vjet, pa i doli me pjesën. Duhet dëgju Beleri për në studion time, zoti Beleri ka thënë që nuk ka një vendim të tillë. Ka fituar pa faqi. Artur, të mos mbetemi te çështja Beleri sepse nuk është diskutimi i ditës, por dikush do thoshte që Partia Demokratike është kthyer në një bunker për të mbrojtur Berishën dhe familjen e tij. Çfarë mendon? Nuk është kthyer, ka qenë në momentin që u rikthy Berisha u bë bunker. Ne kemi thënë vazhdimisht që Partia Demokratike është Berisha, Berisha është Partia Demokratike. Qofse do përdorim termin e bunkerit, edhe sigurisht unë nuk besoj të këto termat e tradhtarit e kështu ose, domethënë mjafton të kemi pak memorie, këtë gjë ka bërë dhe zoti Rama kur ka qenë në opozitë. Megjithatë shumë kusht e nuk mund të themi për zotin Rama është tradhtar, se për 13 vitesh po e çon më afër Europës. Ai po mbështet me veten në Partinë Demokratike. Fakti tregoj që 3-4 ditë pas zgjedhjeve solli gjithë kryeministrat MNZ sot të Evropës. Ai është faktor sot e ka kthyer Shqipërinë në një faktor, por tani që ka problematika brenda Shqipërisë ka sa duash. Por marrëdhënie për të cilën... Megjithatë unë shoh Ramën më shumë të shqetësuar si fitimtar, se sa Berishën të shqetësuar si humbës, sepse kanë qasje kretë ndryshme dhe interesa sepse mandati 4 i tij është mandati... është ekstravagant. Mandati 4 i tij është mandati vendimtar, me fjalë kjo o e ul o e ngre, sepse ti je 4 mandate, e të vazhdoj njerëzit të jenë të varfër, kjo nuk shon. Kështu që beteja atje do të jetë shumë e madhe. Një pyetje të fundit avokat për ty, edhe pse dikush në fakt do thoshte që Partia Demokratike është bunker i Berishës, a do arri që ta mbrojë ky bunker politik Berishën nga dënimi? Shiko, Berisha tashmë është i pandehur. Dhe çështja do të jetë shumë e gjatë. Nuk e di nëse do ta mbylli fizikisht këtë proces, sepse do të jetë shumë i gjatë, do jetë nga më të gjatët si proces. Do të shikosh listën... E ke fjalën për dosjen Partizan. Për dosjen Partizan. Ai do të jetë mund të kalojë edhe 1 vit dhe 2 vjet në shkallën e parë, se kemi me gjykim të zakonshëm. Aty do të rritet edhe Rama sipas asaj për të cilën është pretenduar në vite, që ka qenë kryetar bashkie në një institucion, ose kryetari i Këshillit Bashkiak të asaj kohe, personazhet të urbanistikës, personazhet të kthimit të pronave, strukturat drejtor të institucioneve të kryeministrisë,
pjesë e grupit Rrezikon parashkrim me këtë gjatësi vale? Jo, nuk ashtu, sepse kjo është një proces gjatësia juridike dhe nuk është në shqyrtim. Nuk ka parashkrim, domethënë. Nuk ka parashkrim, po çfarë dënimi rrezikon nëse shpallet? 10 deri në 15, 8, 10 deri në 15 nëse dënohet. Por Berisha tashmë është gjysmë i dënuar, për arsye sepse ka kaluar pjesa e fazës të hetimit para prag. Gjyqtari i seancës para prag është gjyqtari më i rëndësishëm i procesit. Dhe dosjen ai vendos, fati i dosjes për Berishën është paravendosur. Pra, ai gjyqtari i cili kishte në dorë që mund ta pushonte akuzën ndaj Berishës, kishte në dorë që mund të kthente dosjen për plotësim hetimesh. Me fjalë, ai gjyqtar e kaloi dosjen për gjykim të zakonshëm. Kështu që në kushtet që jemi, mendoj që ky proces do të jetë i gjatë, do të jetë me fjalë fillon hetimi nga e para. Një fjalë të fundit, avokat, me qenë se dolëm të gjyqtarët, a ka konflikt interesi Elsa Ulliri në këtë dosje? Shiko, unë mendoj se ka. Ajo ka në aspektin moral, duke qenë se një njeriu saj është pjesë e Partisë Demokratike, nuk e di, është kandidata, fitoja, nuk e di, për këtë pjesë, por që nëse jemi në këtë pikë moralisht duhet japi dorëheqjen. Por që kjo varet në integritetin e saj. Normalisht duhet i japi për të mos... Është në konflikt interesi, po thua. Konflikt interesi nuk mund ta themi, por ja u kapa këtë pjesë. Në aspektin moral duhet japi dorëheqjen, sepse duke qenë një personazh i afërt brenda Partisë Demokratike dhe Partia Demokratike gjykohet kryetari i Partisë Demokratike, mendoj që ka ndikim në gjykim. Mund të ketë ndikim. Mund të ketë ndikim dhe do të jetë në papajtueshmëri të plotë të pjesës së besimit të zhvillimit të procesit. Avokat Petraj, faleminderit që ishe me mua në studio. Artur Nura, kënaqësi që ishe drejt në orë. Ndërkohë këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.